Avazi. Qa po thoje kjo ndarka? Vetëm për një, ta them atë. Vetëm për një arsye doja që të rinim këtu sa më gjatë, se do ishim jemi shumë të qetë. Po, shumë qetësi është edhe shumë Imagjino të shkojmë atje tani, do nga kjo qetësia, do filloj aty tash. E di sa mirë jam djerë këtu me këtë. Do gja presion është si lojë, me thënë të drejtë. Shumë është. I ka këto luatit emocionale shumë... Shumë është edhe nëse ka një gjë për shumë... Okej, ja një pyetje shumë interesante. Çfarë është një gjë që nuk ja falni vetes deri në këtë pikë të lodhës? Një veprim që thu, jo, nuk do ta kisha bë. Shumë e qartë veprimi jot. Nuk bëhem pishman për asnjë veprim që kam Jo bërë, po pishman. bëhem pishman për ca gjëra të Po do tjera. ta kishe ndryshuar. Do të thonë nëse do kishe pas mundësi do e kishe ndryshuar, jo do pishman. Nuk po them që ta vua, ashtu ti bish pishman. Përgjigjen time diti se më të them. Nëse do kisha patur mundësi të ndryshoja një gjë, do kisha filluar me polemikat dhe me gjërat më herët. Më herët. Po, shumë më herët. Sepse, do me thënë, i thash vetes kohë mjaftueshëm, ndoshta pak më shumë se duhet për të përfshirë në ca gjëra, po gjithsesi edhe pishman të them, nuk e them dot sepse nuk kam dashur të jap shkas. Ka me justifikuar. Bravo, edhe ti ndez me Po. ti ndez gjërat me zor. Jo, ma jo, ta mbarojmë ta çojmë mendimin dhe në fund. Do të kisha folur më pak pra. Do të kisha folur më pak, po e vërtet. Shumë mirë. Dhe sa më do kisha thënë, nuk është një gjë që është kështu. Ta di dhe unë. Nuk është një, të kishe folë më pak, sepse një nga këshilla që unë ja jap mirë shumë shpesh është fol pak, vepro shumë, a je strateg, a ke lojë, po, shko dhe bëj lojën tate, nuk ka nevojë laka me Juxhin, laka me Selin, e i këte, i kajt ne. Mendimi im që të kam thënë dhe për ty, dhe ty për mirën. Dërsa unë, si Selin, një gjë, por që, pa dyshim që nëse vazhdoj të rinë shtëpi, kam kohën e Zotit për ta ndryshuar dhe për ta përmirësuar, jam treguar shumë impulsive në disa situata që nuk, do të thënë, më ka ardhi natë me veten time pse ja kam dhënë këtë kënaqësi X-it apo Y-it. Bravo, këtu edhe